Jo, gol. Kishe gol. Nuk poshin të Kovaci gol. Qaro temperim. Po. I me gradacionin nxehtësisë me ujtin. Do marrin ngjyrë të jeshile, shikon? 67 ka ardhur kjo mbroklla këtu. Qysh atëre ka mund dhe sot. Jemi akoma në Lubinj, jemi tek Kovaçania vjetër. Ky fshat ka pasur gjitha asetet, le të themi, të një fshati, duke filluar që nga qendra shëndetësore, shkolla, materniteti e tjerë. Këtu jemi tek Kovaçania. Si e keni emrin zotri? Emrin nga Bektash, Kristo. E kam kthyer me vendim të Këshillit Bashkiak, Shmëriz, 22 quna moshe ime për të ikur në Greqi, se na rrifnin. Dhe e kthym Kristo emrin Me idenë për të kaluar Vorjo Piri. Ja. Edhe tani e kam Kristo. Po Kristo. emrin e kam pas Bektash Sall. Banorët e zonës tu si të njohin. Banoj në Apo- këtë zonë. Apo Kallajxhiu. Jo, hekur punus saldator. Hekur punu saldator. Pa. Kam punur deri me vonë, jam 76 vjeç. Kam 3-4 vjetë që kam lënë punën tani, nuk punoj ma. Edhe kam punur, për shembull në kohën e Enverit, se ju vini mos e vogël. Qysh të gojët e mushkave dhe të kule, do t'i bënja unë. Që prodhoni t'ju nga zero. Po, me mjete primitive, kështu. Që të veglat, të sopata, të kazma, do t'i bëmim neve. E këto, bëmim mjete për prashite, në buqësi, tëra veglat të buqësis, që të ploret, e parmendavet, që do mitë toka me qenë. Qa kishte hekura që duheshin spata, lopata, prodhoheshin nga ju. Lopata jo, po, spata, plore, kazma, qylyke, të tëra. I prodhonit për fshatin apo i shisin edhe jashtë zonës? Tër kooperativën. Kam pasur 3 vende pune, këtu në Lubinj, në qendër në Shmëriz dhe në Trashovicë, ajo ball për ball me Grafsh. Tërë zona, tërë kooperativat në atë kohë, me hekur punus, saldator, punonin, që bënin, nuk ishe gozht për të masur kuel, nuk ishe petkoj. Nuk i bledo në treg, i prodhonin ju. I prodhonim neve. Ose nalqet e kuelet, që shkon të kaloshina për... Se transporti mi math atë i bësh me kaloshina, me kuel. Zone poshpe, jo zone jonë këtu, se o zone thyrë, për Shmëriza dhe Trashovica, me kaloshin. Me transport me kuaj, me ato rodat prej druri, për ka shumë. Po. Me ishtë 3 hekuri. Po pasi u prish Pasi u kooperativë? prish, kam punur shumë pasaj, këtu se u nda toka dhe njerëzit u turën tokës. Ishim mësur tjetërsojnë në kooperativë, kur kishim pronën e vetë, unë punoja me orë të zgjatra. 3 orë gjumë, se zini në radha, ta me mushka, me kull, edhe më loja tërë këtë zonën. Që në Janç, e në Prenjas, e në Sulë, tërë këtë zonën vini këtu. Mirja Goxhalek, edhe më shtyn të zanati, ka punu privat. Gjithë kjo zona Kjo më ka dhënë dorë. Gjithë kjo zona që përmendët juve, sot, ka banor, prodhojnë më? Tani, Ose ato që keni prodhuar juve i rikuperojnë? Ne kemi qenë këtu gati 800 banor, afërsisht, më duket. Shkolla kishe 196 nxënës. Këto njësitë administrative të zonës, zona këtu, ka më banor, vinë më këtu për të prodhuar vegla? Jo, nuk vinë fare. Tani se zona jonë kanë hikur të tërë. Ja neve këtuni, në 800 banor, kemi ngelu 70 veta.
ata Asnjë çun, shkolla u mbyll fare, nuk ka shkollë, si vjetë, pati 2 nxënës, vikin 4 mësues, si e shikoni ju mbylljen e shkollës? gjë shumë e keqe. Për ne moshën e tretë, ne kemi qenë në sistemin e Enverit, unë jam datë lindja 50-ta, jam 76 vjeç, edhe maj mend kur o bërë kooperativ, se kam qenë klasë parë. Jam bërë, ai që s'bësh kooperativ atëri, e bërin kolakër. Edhe do ty një sës bërë. Ai që nuk punon të kooperativ, nuk futesh kooperativ, bëhesh kolak. Bësh kolak. Për gjithë ata që nuk e dinë çfarë do të thënë termi kolak. Kolak temi ai se mi paso dhe nuk e dorëzonte tokën, ose baktit, nuk e dorëzonte, s'donte. Fillot edhe diktatura. Presa pintim, baba im me gjithë gjaxhan, kishin 200 krerë bakti. Na i murën, i shtullu me një stall, me zorë dhe të rifte dhe polici pasaj. Vinte polici, ta merrte baktin ose mallin që kishe. Ta mirte. Edhe atë vit mori herë pylli. 1000 ca krerë pas stalla ngordhi baktit tëra. Pse? Sistemi kooperativ. Bashkimi tufzim. Bashkimi i tufave. Nuk dini si ti menaxhoni, si ti mirëmbani dhe ngordhi. Pa gjë, që maj mendo pasaj, tuke 63-shi, u bo keq, hamin bukën me racion, bukë misri, na 400 gram për frym, tipte ateri. Aha, në 70-ta, dhe në 72-shin ka qenë buka me racion, 600 gram. Ajo ko e Enverit. Pasaj u hoq. Pas perceptimit tuaj, para se të bësh kooperativa, kanë qenë më mirë njerëzit. Më mirë njerëzit. Kishin prodhonin, hanin, ushqeshin. Mori sistemin e Stalinit në Bashkimi Sovjetik edhe e përdori këtu. Pasaj u hap luftë e klasave të shumë. Unë për shembull ka marru 4 klasë dhe nuk më lejosh të vazhdoja 7 vjeçare dhe kishim shumë larg. Ne jemi bërë 5 veta dhe shkomi që këtu 3 orë në Tunj. Në Tunj ka pasur shkollë. Ka pasur shkollë. Kjo është sa larg është nga Gramshi Tunja? Pak a shumë? 16 km. 16 km. Pra është më larg se sa Lubinja. Jemi neve. Edhe kjo histori ka qenë që maj mend unë të tërë këtë. Kur është si e kujton kohën kur është hapur shkolla këtu? Pasaj ju hap shkolla që një gjë e madhe. Unë e kam marru 7 vjeçaren në Sult atë. Mu dha e drejta të mësonja, mi po një xhaxha im kishe qenë 3 muaj me ballin, edhe ndjeksh pse ke qenë me ballin, edhe nuk më lan të vija në shkollë. Pasaj i hyra zanatit vetë ju, si erdha në ushtria, i hyra këtij zanatit. Nuk më lejon, vetë, me forcat e mia. Po hapjen e shkollës si e kujton këtu në fshat? Hapja e shkollës ishte shumë gjë e madhe, 7 vjeçare kur bo 7 vjeçare. Sa moshë keni qenë kur është hap shkolla? Unë kam 7 qenë vjeçare. moshën 18 vjeç i ka ushtar. Unë kam qenë në moshën 16 vjeç. Kur hapa shkolla këtu, 7 vjeçare. Sa fëmijë ishin atë vit që u hap shkolla? Po, ishin goxha, 100 ca ishin, më tepër. Pra, ishin mbi 100 fëmijë në momentin që është hapur si shkollë. Shkolla e parë atëri, mbi 100. Dhe sot jemi para faktit që ajo shkollë nuk funksionon. Ajo shkollë nuk funksionon. U mbyll. Dhe këtu thuaj që fshatit po vjen fundi apo jo? Fundi. Krejtësisht fundi. Më keq se në atë sistem ku kam qenë unë i vogël. Pra ju keni jetuar para kooperativën, demokracinë. Demokracinë. Cili sistem është më i mirë? Sistemi më i mirë o tani, po të rinin fëmijët këtu të punonin, ose të investon të shteti. Si që investon në qytet, të investon edhe në fshat. Si që ka bota, që buxhetin e shtetit e ndanë për frym. Edhe investon si në qytet dhe në fshat. Këtu është maskarallik. Maskarallik. Na jo hikin të rinjt, marrin. S'ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka si. Vujnë të punojnë gjithë këto ullishtat,
ime Saliu i dha një shtytje atë në 2005 për ullistën. Shkule marën, thaj, dhe vere ullirit, atje dhe ashtu bon pëtor quna të kësyn nga Greqia, nga Italia. Pasaj erdi kjo ko, hikën prapë. Së u gënjën. Dhe vazhdojnë ikin. Dhe vazhdojnë hikin, s'ka. Të torë dyshe, njëshe, s'ka, gjamëgji, shkretir. Gjithë këj fshat, i shtil 4 metra larkë shpit në njëri tjeti. Se atë i kisha vit verdh. Në konën verit, pasaj në 75, kështu. Qështë 70-ën, ishe planifikim. Nuk të lidaj më shumë se 4 metrë lartë njëri tjetit. Si do mos e me zi fshatit, të kemi në shpijat. A zjeni këtu në fshat tani që rinia ka ikur, pse hyre të këto ka ime, pse më shtyte gardhin, pse më prishe Po të zien më shumë vlla me vlla, ata tafret këshuni, zien për gjora kështu, për jo, nuk zien. Një demonstrim se si temperohet një spat për të prerë sa më shumë dru. Unë jam marrë vetëm hekur punus saldator. Pra ti e merë hekurin dhe jep formën që do. Po, që të balesat e makinave. Si temperohet një balestër makine? Që rria që fort mban një kamion të tërë. Ti e prodhon një balestër makine do të? Atëherë në kohën e kooperativës, po i me jo, se nuk kam asi. Ati e kisha furrën e madhe në qendet të kooperativës. Ati i riparohemi se nuk isha balesat këtyra dhe i kthemi me anë njëra tjetrës atje, kur i mërthemi me shoferin, e mirin fijen 6 metrë të gjatë balesë dhe e prisim sa do. E blini do më thënë diku. Blimim në qa i thoshin asaj magazinës qëndrohet të asaj të bujqësisë. Jo, këtu në gramës. E qa, me qymyrë e bën ata? Me qymyrë? Ky o qymyrë shqope. Qymyrë druri, druri, pe shqope. Ka në gjë që është për i shope, apo ajo të është Ky pe shqope është jep temperaturë më të lartë për hekurin, e nxeh shumë e zbut hekurin, sidomos balesën, ja. Keno i firë balestre këtu? Ja të ko balestre, kjo këtu. Kjo ka qenë për makinë. Nga ajo tani ti, përveç se ka funksione balestrës, qa nxjerë nën produkt? Qa nën produktin nxjerë për balestrës? Tani përdorin për spata, për kazma, po i me nuk punojmë ma. Nuk punojmë. Ose ja, të nxjerë një spat që ka prodhur vetë, po dale ku ta gjej se kjo spata ime, dore ime. E ke prodhuar për balesë? Po, për balesë, ja. Me dorën time. Kjo, o gati. O ndryshku, tani. Ose ka litur kjo, të pret dru kjo. Boja shumë për drut, se në atë ko ishe shfrytëzimi druve, dhe mirë të korqa këtu. Të tërë zonë në Gramshit, edhe korqartë vinë me mushka, me 4-5 mushka, vinë si shpi, ato vedën të malorat tyra që kisha të borë të koqë, edhe të tërë ata vinin. Në Gramshi këtu do t'i nuk u jipnin lej këtyre që të bonin dru, se do të fuqi puntosh kooperativa. Më shumë, u jipte na një tek tuk që kishe fëmi shumë, për shku në ndërmarrjet shteti për të bërë dru. Edhe korqartë vinin më shumë. Edhe për kërqelat, për shemë shqopa, vinin Kuksian, Dibrant, punojnë tërë dimri këtu, për shqopen, për nxjerë kërqelat e shqopës. Tani nxjerën kërqelin e mares. Edhe unë punoja shumë me ata. Dhe deri me tani që më luten ata vinë. Po s'kur të vi unë ma bësh një spate bën? Sikur të vi unë të the ma bën një spate bën? Po, ja, kjo dora ime, komplet. Kallopat janë bërë në uzinë. Ja. Na shpjego kështu teknikisht një prodhim në isë. Kallopi, ja. Kallopi. Kjo kallopi këtu, futet me të nxehtë, këtu. Po i me nuk futet e, për kur është i nxehtë, futet e. Hekur i rrifet dhe merë formë sa është i nxehtë. Po, sa është i nxehtë. Op, dhe del kjo.
Dele Ja. çe quhet kjo? Sopat, myqja këtej. Myqja. Ja, ky o modeli im. Mi mat. Ky o model mi vogël. Pra kjo është spata më e madhe që prodhon ti. Po, spata që duhet më madhe për të prerë drus, se s'kishe motora, i me ka ndalë motora, Po. nuk bëhet spata. Ja, kjo ka qenë, ky o ka lop mi matë. Kjo spat mezatare. Kjo është me madhja spat, Po. në gjake, që themi neve. Ja, ka lopi Me në vogël. gjakes. Me vogël. E të ka lopet kështu. Okej. Super. S'na e the teknikisht, thjesht teknikisht temperimin e balestrës që bëhet aq e fortë sa mban gjithë ato peshat e rënda. Balesa Nga ana do të teknike. kalojnë, për shembull. Ha. Ja, dale, do të nxefim këtu balesën. Po. Do të nxefim. Do një teknik shumë të madhe, temperimi se të këputet kjo. Shiko, do të nxefim këtë. Do të nxefim. Nuk të djegaj zjarri që kap me Pa dorë. jo, jo. Apo Ja, dale, ku të nxefim. Po shumë trek si zanat, po si pist, po, dhe i losëm. Po si zanat, po shumë trek. Po shumë trek, kur bon një vegël të re, je i kënaqur. Shumë. Të kënaq, e? Aha. E më atë që blen, ai t'ja jep ati punëtorit, edhe ti si usta unë ndje një kënaqësi të madhe shumë. Sa fëmijë keni ju? 3. Sa fëmijë keni? 3. 3 fëmijë. As Goca, një qunë. se ke trashëguar çunin se gocës besoj jo. Jo, jo, qunin e hoqa do një që mos të vund të shumë. E hoqa në klasë 8, në shkollë të mesme e bori të pedagogike vjetër e Tiranës, e mori ambasada Gjermane, a i fitoj konkursin, kishe një drejtë studimi Gramsci, doli mirë, edhe fitoj konkursin, dhe bëri 5 vjetë shkollën e mesme atje. Pasaj, hiku një vit, jo një vit, po do shkoj të motra, thaj, nuk vazhdoj shkollën lartë, shkoj në Kret, punoj 6 muaj e pa që si se kurbeti, u këthuj në Tiranë, edhe maroj shkollën ekonomik, po te Akademia Ushtarake. Ti edhe pse ndjeve kënaqësi nga ky lloj profesioni, nuk e le fëmijën tënd që ta përjeton të këtë kënaqësinë. Nuk e lash atë kisha dhe donja ta shkollonja, me thënë drejtën. Se vetë nuk më la sistemi komunist të bija shkollë. Pra jo, më shumë. Edhe besoj se ke parë që edhe kjo punë ka ardhur drejt degradimi dhe zhvillimi i teknologjisë, krimi motorëve, s'ka ta. Pra është praktikisht le të themi që ky është i profesion i vdekur, ashtu sikurse edhe shkolla që ka vdekur këtu. I vdekur. Tani ç'a do i bëjmë asaj balestrës? Dale, se do të rrafim, çuna. Do ta rrafim, Do ta temperoj. Hiqe këta. Do këtë barren këtua. Ky është kompjuteri shqiptar. Tu bërë muzikë. A ke pasur problem nga veshët to kohë? A? Ke problem nga veshët? Jo, s'ka problem. Nuk kam problem. Nuk të bëj. Ta nxejmë dhe një. Do ta nxejmë Pra pra. hollojmë. Edhe do ta Pra ky është procesi i hollimit për të bërë një spat apo për të nxjerrë atë spatën që ke ti aty. bërë një spat, ose po nuk bëhet spata kështu, do bërë na myqja përpara, pasaj bën lapa. Karada, po unë po rraf një hekur kot kështu. Po. Ju jeni mos e re, çuna të rinj. Jo, këto janë profesione që siç e tham kanë vdekur, por vlen për tu risjell në jetë për të treguar që shqiptari Ky është ku bëja gozd e kulët.
Gozhët e patkojt kali. Patkojt, ose ku bëja nalqet për masë. Kjo, e kam bërë vetë. Ha? Negativi quhet, kallupi. Kallupi, i gozhët. Hop, do hynë të këtu e rri fjetë teli. Po gozhët për dru ose për beton, ke arritur të prodhosh? Gozhët betoni? Jo, nuk po si në tokë këtu. Po gozhët e drurit? Jo, gozhët, kishe gozhët, nuk po si në të kovaci gozhët. E mërçunës na rikthyet edhe një në rini, thuaj. E cuna, ime do të zeja se do ta temperojmë këta, po, do kaloj dhe ngurës me ila, o nguri këtu. Po më parë kisim lima ne, vetëm lima, do ta bënja vetë. Vetëm në lima. Pasaj doli guri zberil, dhe kemi bon guri zberil. Që në kone kooperativës, na 70-72. Për qa viti është ky? Ky kur bori misin e Nberogja me kinezin në 67 ka ardhur. 67 ka ardhur kjo mbrokull këtu. Qysh atere ka mu dhe sot. Qysh në 67 Ka mbrokull. Dakina, në 67. 60 vjet motor dhe ai nuk ka problem, punon. Jo, e kam riparur 2 herë, Po, e kam qysh në 67. Ja, kjo është një si kësuni, sa për të shikuri për temperimin. Ne atë duam të kuptojmë qa është temperimi. Qa është temperimi? Po. I me gradacionin nxehtësisë me ujtin. Shiko qa ngjyre mori? Të bardhë. Kjo këputet. Ashtu? Këputet ime. Do marrin ngjyrë të jeshile. Shikon? Ja ngjyra. Shiko si hikën? Ka këtë të bardhë këtu. Ja, mbyllë ta. Hop. Ime do marrin një ngjyrë tjetër. Po duhet njofur hekuri, qeliku, po balesa në ngjyrën e 4. Ja. Kalon 4 ngjyra, Po. Ngjyrë e parë që e bardhë, fare, u bë manushaqe, ime e bët si e verdhë. Ja, ime do futur. Prap, pas kanë kohë këto. I fut pak. edhe dajakun prapë. Jo, nuk e rrep këtë. Ishtë fare, po temperimi do maroj një atje, pas e ngurës berile, para se sa ta temperoj një. Bor të nxjes të gelin atje, tak, edhe borin dru njerëzit. Kjo është të rrashë, e balesë, temperimi balesë. Kurse për ato, ne kemi marrë me anë të syrit, me thonë drejtën, temperimin, kështu, dhe këtu o gjoja më kryesore, se të këputat e plak. Bëhet gjevreke. Bëhet gjevreke si për gjami. Thyrë si për gjami. Sa e ngurtit në drut, aja këputat. Po do t'i gjesh temperimin. Ky losë roli më kryesor. Këtu është roli kryesor. Edhe rolit e temperimi. Roli kryesor, duhet një hekura, qa hekuri ka. Se materiale ndryshme. Materiale. Sa lloj hekurash ka? Më shumë me balesat. Sa lloj hekurash ka që mbajnë temperim? Ka lloj qeliku. Rapidi është më i forti. Rapidi. Është shumë i forti. Pse vetëm balestër? Pse përdorim shumë balestër? Kemi përdorur gjithmonë balesën se është shumë e forta. Ndaq për kazëm, ndaq për spat, sidomos për prerje dru, se këtu shtuf to kajon dhe e ha shumë hekurin. Edhe kjo i reziston më shumë balestra. Për vegël punojnë 10.
ndaq qabzat, ndaq kësi, ne I bëmim prej balestre. So hekur mund të duhet. Ja, kjo ka. Super. Faleminderit shumë, bashkërosh. Ky pra ishte edhe një demonstrim se si temperohet një spat për të prerë sa më shumë dru. Shumë faleminderit dhe ishte kënaqësi me këtë bashkëbisedim dhe me këtë super pamje me këtë gjë kështu. Super punishte që keti. Iku, të gjironi atë, kur bini njerëzit, me mushka, me kull, zinin radhë këtu, atëri Këtu, ku pri sistemi e doli demokracia, që ndan tokat, 3 orë gjumë flinë. Vetëm punë. Vetëm punë. Se leku të shtynë, I musha gjepa tonë. Vu. Kënaqësi. Majta 12 vjetë qonin në shkollë, vetëm unë me djesën time. Vetëm me punë duke I edhe në çekani. Na ky zemë. Faleminderit, kënaqësi.